Kryeministri flet për trendet demografike, u kërkon qytetarëve që të krijojnë familje me shumë fëmijë. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se Maqedonia e Veriut do të bëjë më shumë kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Protestojnë të punësuarit në Parqe, kërkojnë paga më të mira dhe përmirësimin e kushteve të punës. Izraeli vret 45 persona në Gaza, ndërsa Hamasi shqyrton planin e Trump për t'i dhënë fund gjenocidit të Izraelit ndaj palestinezëve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në vitin 1950 në Maqedoninë e Veriut ka pasur mbi 50.000 foshnja, ndërsa në vitin 2024 ka pasur vetëm rreth 16.000. Këtë alarm e ka dhënë sot kryeministri Hristijan Mickoski, i cili ka folur për trendet negative demografike në vend. Për ta përmbysur këtë qasje negative, kryeministri ka porositur qytetarët që të krijojnë familje me më shumë fëmijë. Kryeministri Hristijan Mickoski ka ngritur sot sërish shqetësime për trendet negative demografike në vend dhe ka porositur qytetarët që të krijojnë familje me më shumë fëmijë. Mickoski tha se recesioni demografik zgjat më shumë se 70 vjet, me çka ndau të dhëna alarmuese sipas të cilave në vitin 1950 në Maqedoni ka pasur mbi 50.000 foshnja, ndërsa në vitin 2024 kemi vetëm rreth 16.000 foshnja. Kjo rënje sipas tij ka dy arsye kryesore: emigrimi të rinjve dhe ulja e natalitetit dhe fertilitetit. Ai më teshtoi se edhe pse sipas regjistrimit të fundit ka mbi 1.8 milion njerëz, numri real i popullsisë nuk tejkalon shifrën e 1.5 milionëve. Pas 20 vitesh kam frikë se do të jemi shtet në 1 milion banor dhe atëherë do të kemi për një pensionist vetëm një të punësuar. Kjo do të thotë kolaps për fondin pensional, kjo do të thotë kolaps për fondin shëndetësor. Çdo kush që e trajton këtë si lojë dhe nuk e kupton sa serioze është, nuk ja do të mirën shtetit. Le të më quajnë konservator, të prapambetur, si të duan le të më quajnë, por kjo duhet të jetë prioriteti i parë i kësaj qeverie dhe i të gjitha qeverive të ardhshme. E ajo janë familjet me shumë fëmijë. Unë dua të drejtohem me një mesazh të qartë të gjithë qytetarëve maqedonas. Krijimi i familjes, krijimi i një familjeje me më shumë fëmijë është akt më i lartë patriotik i një populli për atë dheun e vet. Drejtoresha UNFPA-s për rajonin e Evropës lindore dhe Azinë qendrore Florence Bauer ka përshëndetur përkushtimin e qeverisë për të trajtuar rezistencën demografike si prioritet dhe për të miratuar politika në këtë drejtim, por ajo shtoi se duhet të investohet në njerëz nga mosha më e vogël deri te ajo më e madhe, duke theksuar rëndësinë e plagjes së shëndetshme. Duam të mbështesim familjet në zgjidhjet që duan të bëjnë. Kur i pyesim njerëzit sa fëmijë duan të kenë, zakonisht thonë mes 2 dhe 3, që është shumë më shumë se numri i fëmijëve që i kanë realisht. Do të thotë, sfidat kur flasim për shoqëri me rezistencë demografike është që të kemi njerëz që të rinin aq fëmijë sa duan. Prioriteti më i madh i UNFPA është që të mbështesë vendet që të jenë rezistente ndaj demografisë përmes investimit në njerëz dhe kapitali njerëzor të jetë thelbësor. Këtë deklarata u bën gjatë promovimit të programit 5 vjeçar 2026-2030 të UNFPA-s për vendin me titull Trendet demografike, aksioni përbashkët për investim dhe shfrytëzim të kapitalit njerëzor përmes këtij programi të qeverisë dhe Fondit të Popullsisë së Kombeve të Bashkuara. Programi është miratuar nga qeveria në përputhje me prioritetet dhe angazhimet kombëtare me fokus në strategjinë kombëtare demografike 2024-2044, si dhe me kornizën për bashkëpunim për zhvillim të qëndrueshëm midis Republikës së Maqedonisë dhe Kombeve të Bashkuara, një dokument strategjik që udhëzon punën e të gjithë agjencive të OKB-s që veprojnë në vend në 5 vitet e ardhshme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se Maqedonia e Veriut ka bërë përpjekje për të përmirësuar standardet për eliminimin e trafikimit të qenieve njerëzore, megjithatë ende nuk ka arritur në nivelin e duhur. Në raportin amerikan theksohet se kërkohet hetim i më shumë rasteve të dyshuara të trafikimit dhe ndjekja penale të më shumë të akuzuarve.
Republika e Maqedonisë së Veriut nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit të qenjeve njerëzore. Thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenjeve njerëzore në botë për vitin 2025. Në raport thuhet se vendi ka pasur përpjekje për të përmirësuar, por akoma nuk ka arritur në nivelin e duhur. Këtë përpjekje, sipas raportit, përfshin hetimin e më shumë rasteve të dyshuara të trafikimit dhe ndjekjen penale të më shumë të akuzuarve. Dash thot se janë dënuar më pak trafikant dhe se prokuroria nuk ka resurse të mjaftueshme për të zgjidhur çështje të cilat bien nën kompetencë të saj. Disa oficer policor dhe prokuror vendas nuk i referuan rastet e mundshme të trafikimit me njerëz te grupi punues për luftë kundër trafikimit të njerëzve, ose tek prokuroria dhe shfrytzuan akuza për shkelje me dënime më të buta për ndjekje të trafikimit me njerëz. Gjithashtu, qeveria nuk ka ndarë fonde për ekipet mobile që identifikojnë shumicën e viktimave të mundshme çdo vit, pavarësisht obligimit për ta bërë këtë. Në raport thuhet se për shkak të kontrollit jo konsistues nga policia lokale dhe disa zyrtar kufitar, autoritetet nuk kanë marrë masa efektive për të parandaluar ndëshkimin e papërshtatshëm të viktimave të mundshme për akte të paligjshme të kryera si rezultati drejt për drejt i trafikimit të qenjeve njerëzore. Dash rekomandon më shumë përpjekje dhe kujdes në këtë çështje. Duhet të ndanë burime të mjaftueshme për të mbrojtur viktimat, duke përfshirë ekipe mobile të identifikimit, strehimore të për viktimat e trafikimit dhe mbështetjen për shërbimet të specializuara për viktimat e rritur me shkuj. Dash në raport ka potencuar rekomandime për përmirësimin e situatës në RMV, duke përfshirë hetim të fuqishëm, ndjekje penale dhe përpunim të krimeve që lidhen me trafikimin e qenjeve njerëzore dhe vendosjen e dënimeve të përshtatshme për trafikantët e dënuar të qenjeve njerëzore, të cilat duhet të përfshin dënime të konsiderueshme me burg. Shkupi nuk është vetëm një qytet, Shkupi është shtëpia jone e përbashkët, një qytet i cili i përket secilit prej jush, pavarësisht nga partia, feja apo kombësia. Kështu e nisi fjalimin e tij kandidati VMRO DPMN-s Orce Gjorgjevski për qytetin e Shkupit në konventën promovuese të VMRO-s, e cila u mbajt në Shkup. Ai premtoi se do t'i zgjidhë të gjitha problemet me të cilat përballen shkupianët, siç janë deponit ilegale, kolapsi i transportit publik, mbi ngarkesa e trafikut dhe për to tha se ofron zgjidhje realiste dhe të realizueshme. Shkupi sot përballet me sfida të mëdha. Ajri ndotur që na vjedh shëndetin, por duhet ta ndryshojmë këtë, ngarkesën të cilën humbasim orë të tëra, dhe nuk duhet ta pranojmë si një fakt të pandryshueshëm, deponinë të paligjshme që na turpërojnë, dhe nuk do të pushojmë derisa t'i pastrojmë. Transporti publik në prag të kolapsit, dhe ne jemi një qytet që mund të bëjmë më mirë. E po, ajo kohë po mbaron. Unë di një gjë, këto probleme nuk janë më të forta se ne, ato janë një prove vendosshmërisë sonë dhe ne kemi forcën, kemi vullnetin dhe më e rëndësishmja, kemi një plan për të gjitha këto. Plani im është Shkupi pa deponi të egra. Kështu u shpreh kandidatja e LSDM-s për qytetin e Shkupit, Kaja Shukova, e cila ishte në deponinë e Vardarishtes. Shukova u shpreh se lokacioni Vardarishte ishte lënë seriozisht pas dore 4 vitet e kaluara dhe nuk është bërë asnjë ndërhyrje për ta mbyllur si deponi të paligjshme dhe për ta rikthyer atë në qëllimin e saj origjinal, një stacion grumbullues. Sipas Shukovës, Vardarishte duhet të vazhdojë të jetë një stacion grumbullimi, por me një koncept të ri evropian. Lidhur me protestat e shpeshta për djegjen e Vardarishtes, ajo djegjen e mbeturinave veçanërisht të plastikës se vlerësoi si një faktor serioz në ndotjen e ajrit dhe një kërcënim për shëndetin e qytetarëve. Ky lokacion duhet të ndërtohet seriozisht, të pastrohet dhe në të ardhmen sipas planeve edhe të shtetit, në bazë të strategjisë për mbeturina, por edhe të qytetit, të bëhet stacion bashkëkohor grumbullimi. Kjo do të thotë se atë që do ta mbledhim nga kontejnerët në nivel të qytetit të Shkupit, që e mbledh higjiena komunale, në mënyrë shtesë do të shpërndahet, do të selektohet dhe më pas kjo shkon në ripërdorim.
Kandidati AKI Skender Rexhepi për kryetar të qytetit të Shkupit së bashku me bartësin e listës për këshilltar Abdul Selam Selamin kanë promovuar programin zgjedhor për qytetin e Shkupit. Rexhepi njoftoi për synimet e tij si aplikacioni unik digital për çdo qytetar, transport publik me aplikacion të digitalizuar, senzor për mbeturinat, për rrjedhjen e ujit, për parking dhe trafik. Gjithashtu, ai theksoi se shkollat do të jenë bashkëkohore, të digitalizuara me klasa moderne. Rexhepi tha se plani detaj urbanistik do të revidohet, infrastrukturë, ujësjellës dhe kanalizim të rregulluar, mbjellje e 100.000 fidanëve dhe synimi për një barazi zhvillimore në të gjitha komunat. Vizioni ynë është i qartë, një Shkup i barabartë, një qytet për të gjithë, pa dallim lagje, komuniteti apo gjinie, theksoi Selami. Ne jemi këtu për diskutuar për qytetin e Shkupit, do bëjmë qendra inovative, teknologjike për të rinjt, ku ata do të mund bashkë me startup inkubator, ku rinia do të mund të jep mendimet e tyre, të krijoj idetë e përbashkëta dhe të ide zhvillimore dhe në kuadër të programit ton për gjelbrim do të sigurojmë për të rritë dikon 5.000 vende pune, të cilët do të mund të angazhohen në krijimin e kushteve më të mira për gjithë qytetarët së bashku. Kandidati i koalicionit Vlem për komunën e Çajirit Izet Mexhiti prezantoi, siç e quajti ai, strategjinë e cila do të bazohet në 3 shtylla për të përmirësuar pamjen e kësaj komune. Pamja e kontonjerëve të mbushur, mbeturinave të shpërndara dhe hapësirave publike të uzurpuara, Mexhiti tha se nuk do të jetë pjesë e përditshmërisë tonë. Ai u shpreh se ofroi një plan të qartë dhe të realizueshëm që do ta bëjë Çajirin komunë të rregullt, të pastër dhe moderne, ashtu siç e meritojnë qytetarët e kësaj komune. Qëllimi i tij, shton Mexhiti, është i qartë, makineria e higjienës komunale të jetë vazhdimisht e pranishme në terren dhe jo vetëm para festave dhe gjatë fushatave. Strategjia jonë bazohet mbi 3 shtyllat kryesore. Shtylla e parë, modernizimi dhe zgjidhje përfundimtare instalimi i kontenjerëve nën-toksor. Shtylla e dytë, partneritet strategjik me qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjen publike e higjiena komunale. Do të nisim fushat të gjerë edukative me moton rruga ime, shtëpia ime. Do të bashkëpunojmë me shkollat, bashkitë lokale dhe sektorin civil për të ndërtuar një kulturë të re të jetesës. Transporti publik, lufta kundër ajrit të ndotur, moslejimi i privatizimit të ndërmarrjeve publike. Këto janë prioritetet kryesore të kandidatit të Partisë Levica për qytetin e Shkupit Amar Mecinovic, të cilat i prezantoi sot. Fushata e tyre gjatë këtyre 20 ditëve, u shpreh ai, do të zhvillohet në rrugë pa podiume, nuk do të ketë mikrofon, por do të zhvillojnë takime me qytetarë. Ai gjithashtu ndal edhe te vendimi për ndalesë reklamimi i partisë së tij, duke thënë se në historinë e Republikës së Maqedonisë së Pavarur nuk ka ndodhur asnjëherë që një parti të ndalohet qasja tek hapësira e reklamimit, që është një instrument për zgjedhje fer dhe beson se kjo do të notohet në raportin e OSBE-s. Mandati im do të fokusohet më së shumti në transportin publik, sepse është problemi numër 1 dhe me të lidhen të gjitha problemet tjera që mund t'i paramendojmë. Lufta kundër ajrit të ndotur, qytetarët që e drejtojnë gishtin tek qyteti i Shkupit, para çështje interne, kjo çështje duhet të shihen institucionet e qytetit të Shkupit se si veprojnë në këtë drejtim. Mëtej e kemi dëshirën e partive në pushtet për privatizimin e ndërmarrjeve publike. Kandidati i pavarur për komunën e Gostivarit, Visar Ademi, në debat në Shenja, thot se në rast se merr mandatin e kryetarit, ta pastroj administratën nga militantët partijak, ndërsa kandidati i AKI-s për Gostivari Valbon Limani tha se ka plane konkrete për menaxhim me mbeturinat. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për komunën e Gostivarit, Valbon Limani, në emisionin Debat në Shenja, ka deklaruar se që nga marrja e detyrës në komunë, në Korrik, me të në krye, janë realizuar mbi 20 projekte në fushën e infrastrukturës. Limani theksoi se në rast se qytetarët ja japin sërish besimin, do të vazhdoj punën edhe me më shumë përkushtim. Ndër projektet e para që do të realizoj, ai përmendi kanalizimin fekal në fshatin Çegran dhe ujësjellsin në fshatin Debresh.
Paralel me këtë, kemi para pa në programe dhe masa, posaçërisht masa të cilat ndoshta nuk janë aq në shuma të mëdha, mirë po besojmë që do të lehtësojnë, siç janë shembull lirimi prej taksave në 5 vitet e para për të rinjtë të cilët do të hapin biznese të reja. Ndërkaq, i ftuari tjetër, kandidati i pavarur për komunën e Gostivarit, Visar Ademi, në debat në Shenja, thot se në rast se merr mandatin e kryetarit, do ta pastrojë administratën nga militantët partijak. Ai ka kritikuar ashpër edhe gjendjen e menaxhimit të mbeturinave në komunë, nga ku thot se mungesa e infrastrukturës dhe kapaciteteve teknike ka sjellë një krizë të vërtetë në pastrimin e qytetit. Sipas të dhënave tona, kemi 500 persona të cilat rrinë të shtëpi dhe majnë rrogë. Nuk kanë asnjë lloj angazhimi. Vetëm komunistrat. Ato që janë me kontratë vepër dhe që nuk kanë një vend specifik, më njëherë do bëhen nga puna. Do e pastroj nga militantët partijak të gjithë administratën komunale. Tutje, Ademi bëri të ditur që fushata e tij elektorale po mbështetet financiarisht nga sektori privat, diaspora dhe nga ai vet personalisht. Ai theksoi rëndësinë e mbështetjes së komunitetit dhe burimeve të ndryshme për të realizuar një fushatë të pavarur dhe të suksesshme. Të punësuarit në ndërmarrje publike Parqe dhe Gjelbrime dhe kompanit si Motra, Flarocom dhe Luna kanë protestuar edhe sot duke kërkuar pagat e papaguara të muajit gusht. Ata paralajmëruan se nëse nuk u paguan pagat, nesër do të bllokojnë më shumë rrugë të kryeqytetit. Mjaft punuam për gjevrek dhe ujë, duam paga si pagat tuaja. A nuk ju vjen turp? Këto dhe shumë pankarta të tjera mbani në duar të punësuarit e ndërmarrjes publike, Parqe dhe Gjelbërime, dhe shoqërive me përgjegjësi të kufizuara Floracom dhe Luna. Në protestat e ditës së sotme ku kërkuan që të paguhet paga e papaguar e muajit gusht. Kryetari i sindikatës së të punësuarve të hotelerisë, turizmit, ekonomisë komunale banesore, artizanateve dhe shoqëritë mbrojtëse të RMV-s, Stojan Gjekashikovski, tha se në protestat e ditës së me hasë në vesh të shurdhër, prandaj sot kanë vazhduar me protestën. Izlegua na protest so blokiranje na bulevardit. Kemi bllokuar bulevardin Ilinden për shkak të mos pagesës së pagës për muajin gusht. Fatkeqësisht, edhe për shkak të apelit tonë në protestat e ditës së djeshme, të na lëshohet paga deri në orën 12, ajo nuk është realizuar. Sipas informacioneve tona, nga ana e qytetit të Shkupit, janë lëshuar një pjesë e parave për paga, ajo qëndron momentalisht në trezor. Janë diku rreth 23 milion denar, por mungojnë akoma rreth 25 milion denar. Këto para duhen vetëm për ndërmarrjen publike, Parqe dhe Gjelbërime, për 2 kompani të tjera. Kashikovski tha se nëse nuk ju paguhen paga gjatë ditës së sotme, ditën e nesërme në protesta do të bllokojnë më shumë rrugë të qytetit të Shkupit. Policia ka arrestuar 2 shtetas të Turqisë pasi ata janë kapur në flagrancë duke marrë me dhunë 40.000 euro nga një shtetas tjetër turk. Nga MPB theksojnë se 2 të arrestuarit janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tyre do të ngrihet kallëzim përkatës. 2 shtetas të Turqisë me inicialet e EO 29 vjeçar dhe EA 22 vjeçar janë arrestuar në Shkup, pasi të njëjtit janë kapur në flagrancë, teksa po merrnin me dhunë 40.000 euro nga bashkëkombësi i tyre me inicialet të HGQ. Viktima kishte raportuar se një person tjetër e kërcenonte me jetë për t'i marrë para dhe më pas EO i kërkoi paratë. Ata u kapën duke pranuar 40.000 euro nga personi me inicialet HGQ, 26 vjeç nga Republika e Turqisë, me qëndrim të përkohshëm në Shkup, të cilat më parë ishin përpunuar nga një sit kriminalistike. Sipas deklaratës, më parë HGQ kishte raportuar në stacionin policor se disa ditë më parë, personi BU nga Republika e Turqisë, i cili jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe, vazhdimisht e kërcenonte se do ta vriste nëse nuk i jepte para. Siç e sqarojnë nga MPB, para se të raportonte ngjarjen në polici, EO e kishte kontaktuar dhe kishte thënë se parat duhet t'ia jepte atij dhe se në vendin e caktuar do të vinte edhe një person tjetër. Nga MPB theksojnë se të 2 të arrestuarit janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tyre do të ngrihet kallëzim përkatës. Sezoni i ngrohjes 2025-2026 fillon zyrtarisht me 15 tetor për konsumatorët e lidhur me sistemin e qendror të ngrohjes në qytetin e Shkupit të menaxhuar nga MV.
Sipas rregullores, sezoni i ngrohjes mund të fillojë më herët, pra nga 1 tetori nëse parashikimi për temperaturat mesatare të jashtme për ditën pasardhëse është 12 gradë Celsius ose më i ulët, sipas të dhënave nga Drejtoria Hidrometeorologjike, siç informojnë nga EMV. Informacioni do të publikohet çdo ditë në faqen e internetit të EMV-s nëse kushtet për furnizimin me energji të ngrohjes janë përmbushur deri më 15 tetor. Ata sqarojnë se ky informacion do të publikohet në përputhje me vendimin e Komisionit Rregullator për Shërbimet e Energjisë dhe Ujit të RMV-s dhe bazuar në parashikimet për temperaturën mesatare ditore të ajrit në Shkup nga Drejtoria Hidrometeorologjike. Në dhomat e specializuara në Hag ka vijuar këtë të martë dhe gjykimin ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës me dëshminë e radhës nga Gjok Kovi, ish zëvendës përfaqësuesi special të OKB-s për Kosovën Bernard Kuçmer. Ai si dëshmitari 4 i thirrur nga mbrojtja Hashim Thaçi deklaroi se ish presidenti i Kosovës kishte një raport të ndërlikuar me komandantët e UÇK-s, të cilët sipas tij shpeshherë treguan edhe mungesë respekti ndaj Thaçit. Sipas tij, komandantët nuk vepronin në bazë të një strukture të qartë komanduese, por si pjesë e një lëvizje me autonomi të gjerë në secilën zonë. Ai solli në vëmendje edhe një moment kritik pas çlirimit kur NATO ishte në përpjekje për të bindur UÇK-n që të pranonte marrëveshjen për krijimin e një force mbrojtëse civile në Kosovë. Sipas Kovi, në këtë proces Thaçi kishte rol të kufizuar, ndërsa komandantët shfaqnin hezitim për të bashkëpunuar. Dëshmia e tij pason pas atyre të ish zyrtarit amerikan James Rubin, këshilltarit ligjor Paul Williams dhe ish diplomatit britanik John Starter Duncan, të cilët gjithashtu kanë theksuar mungesën e autoritetit komandues të Thaçit ndaj UÇK-s. Plani i presidentit të SBA-s Donald Trump për paqen në Gaza është mbështetur nga vendet evropiane dhe vendet e lindjes së mesme. Plani i propozuar përfshin shkatrimin e tuneleve dhe objekteve të Hamasit, trajnimin e forcave lokale të policisë dhe tërheqjen graduale të forcave të mbrojtjes së Izraelit nga Gaza. Plani i presidentit të SBA-s Donald Trump për paqen në Gaza është mbështetur nga vende europiane dhe vendet e lindjes së mesme. Plani është mirëpritur edhe nga Australia. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar homologun e tij amerikan Donald Trump për përpjekjet e tij për të ndërmjetësuar një armpushim në rripin e Gazës dhe zotohet për mbështetjen e Turqisë për përpjekjet e paqes. Ministrat e jashtëm të Turqisë, Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Pakistanit, Arabisë Saudite, Katarit edhe Egjiptit publikuan një deklaratë të përbashkët për të shprehur besimin e tyre në aftësinë e Trumpit për të gjetur një rrugë drejt paqes. Deklarata u bë pas konferencës për media në Washington me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu, ku Trump paraqiti pikat kryesore të planit të tij për armpushim në Gaza. Propozimi përfshin lirimin e robërve izraelite dhe çarmatosjen e Hamasit. Ministrat theksuan rëndësinë e partneritetit me SBA-n për sigurimin e paqes në rajon. Ata konfirmuan gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive me SBA-n dhe palët përkatëse për të siguruar përfundimin dhe zbatimin e marrëveshjes në një mënyrë që garanton paqe, siguri dhe stabilitet për popujt e rajonit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu prezantuan një plan të përbashkët me 20 pika për të ndalur luftën në Gaza dhe për të hapur rrugën drejt stabilitetit afatgjat në lindjen e mesme. Plani propozuar përfshin shkatrimin e tuneleve dhe objekteve të Hamasit, trajnimin e forcave lokale të policisë dhe tërheqjen graduale të forcave të mbrojtjes së Izraelit nga Gaza. Në të njëjtën kohë, SBA-ja parashikon ngritjen e një qeverie të përkohshme teknokratike palestineze në mbikëqyrjen e një organi ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes, që do të drejtohet nga vetë Trump. Hamasi nuk do të ketë asnjë rol në qeverisje, as në mënyrë të drejtpërdrejtë, as të tërthort.
Një shtetas se kineze është hetuar dhe është dënuar nga një hetim ndërkombëtar që rezultoi në atë që besohet se ishte sekuestrimi më i madh i kriptovalutave në botë. Policia Metropolitane Britanisë ka bërë të ditur se vitin e kaluar ajo ka arritur t'i kap 61.000 bitcoin në vlerë gati 7 miliard dollar. Jimin Qian, i njohur si Yadi Zhang, pranoi fajësitë të hënën në një gjykatë në Londër për posedimin ilegal të kriptovalutave. Në periudhën 2014-2017, ajo udhëheqi një mashtrim në shkallë të gjerë në Kinë, në të cilin viktima kishin rënë 128.000 njerëz. E bëri këtë duke u premtuar rritje prej 300% nëse investonin para në një kompani që ajo udhëhiqte, e këto para në vend të investimeve siç premtohej, ajo i ktheu në kriptovaluta. 47 vjeçaria ka pranuar fajin pas hetimeve që zgjatën 7 vjet në një rrjet botëror, Qian do të mbahet në paraburgim deri në caktimin e lartësisë së dënimit në një datë që ende nuk është bërë e ditur. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.